ka marrë vetë një parti opozitare si LDK ka marrë letër. Dhe ka targeta, ka target kryesor. Do të maje për raport me qeverisë me ta, abdeni. Është edhe lobim i Vjosa Osmanit, unë kam informacion në brendshëm. Po, edhe Por që me po zyrtarëve të ambasadës amerikane, Vjosa po tenton me bashkë Lumirin me Albinin, por më asigurohet që Pa e Vjosa e ka thonë presidentos. Azdren, gjysën e deputetëve të Lutërkës ka thonë i kom në mbiqyrje, do më është normale kjo punë që a i ka tentu me bo me Lumirin. Kur jemi të presidentja, pra është pyet edhe sot, se që komenton gjithë situatën, se që ndodhë rreth konstituimit të kuvendit, e kemi një deklaratë të presidentës dhe kthehemi të komentojmë. E kemi një praktik që çdo herë kur i përkujtojmë dëshmorët dhe martirët, për shkak të nderimit ndaj tyre, nuk përzim tema politike me këtë nderim. Në fakt, kjo foli veç për dëshmorët, nëse kemi deklaratën se çka ka thonë për konstituimin e kuvendit dhe cilë është shëndrimi i saj, e kishim ndëgju bashkë. Okej, presim pak derisa... A vërtetive që ke pa që deklaratën e presidentës së gjatë ditës? Nuk e ke pa. Azren? Unë s'pedi sot që ka thonë për Di cila konkret është. Di që presidente e ka kryer punën e vetë. Ajo njëherë... Po, përveç asoj, se the që kam informacione që po mundot me e bo bashkë. Politikisht po lumbra pas ka e në orë, absolut po. Kjo është shumë interesume. Që, për shembull publikisht, pika këgja do fjalit vrajshta ndaj e vërtet, ngonin, edhe kur ka drejt presidentja, nuk është parimore. Nëse i ka të ashpra fjalët, e ka keq pazarin. Nëse i ka të mira fjalët, e ka mirë pazarin. Absolut po. Jo për mu është edhe ma problem se Albin Kurti. Jo sa Osmani, që shu kam vjetu në politikë. Po i bjen që na politikant me qa folin publikisht, da du të me marë qytetari po flasun. Që shme lezu qytetari një politikan. Qytetari e kujton kalumën e Vjosa Osmanit, edhe e din që edhe kur e ka mirë se ka parimore. Kjo nëse tash e ka me Albin Kurtin një përplasit hapur publike, e ka sepse s'peshe vetin në ekuacion për presidente. Për një mandatar. Kjo nuk i bjen që o dërzue. Nëse kjo arrin mja bon, le deken argat Albin Kurtit, atër shumë mundësi ka që raportët ndreqon, kjo se ka problemi në ngërdo fjallë. Dikur i ka qujtë Hugo Chavez Albin Kurtin, ta na u bo Hugo Boss. Ha kini qartë, kështu që kjo Vjosa Osmani. Isa Mustafa në 2015-16, raporte shumë tensionume, gjithë shka keq për to, kur e futin listë për deputet 2017, u bon kryetari Isa Mustafa. Kjo se Albin Kurti si kjo. Pra ndaj unë të këta njerës, vetëm në konsistent që e kanë, është ndryshimi i qëndërimeve që e bëjmë për ditë. Po. Mëntar që është qëndrimin e presidentës dhe mund të ndodhë një gjë tillë që shpotat Azrin. Unë asum se kom pas sot që ka folë presidentja, po për pos... Ose po marak se kur gjë nuk ka thonë. Mësu ka sa veta për këtë punë. Po, shtash e boshke interesant kjo që i ki... Se për qistet kur gjë, këto po ta hjeki si me dorë, po kështu me komentu në përgjithë. Është pikrisht ajo që tha Azdreni, dhe me thonë, Vjosa kalkulon për pozicionin e vetë, për interesin e vetë, dhe për me vazhdu mandatin në zgjedhjet vitin arshëm për president. Këtë kalkulimet që aty i bënë. Ajo tash këtë matematikat dhe këtë lojnat është i bënë këtë bikë. Ajo është ma interesumja që lidhëkën me fut në koalicion me... Me vetë vendosjen. Po, me vëllë. Edhe pse të është absurde që kjo qeveri taksa ka ndaj Amerikës, por jo ndaj Sërbis, prap është e ka interesin me u fut? Ja, tha Azdreni e paketoj shumë mirë, dhe me thonë Vjosën si figurën e Vjosës. Qëfar është Vjosa? Sigurisht që tash me Amerikën kjo dënë me lani për shtypje që është kjo ajo lidhja me Amerikën, është një bashkëpunëtari. Ambasada që e mbështet për mu po presidente. Po, edhe po, tash edhe ato e këtë. Dhe është kallo bënë për atë punë. Çdo sen tash kjo është kjo e bënë për shkak të me shty edhe një mandat, me marrë edhe një mandat si presidente. Këtë lojnat politike i bënë këtë. Kërë pyjtë për mandatin e presidentës, ta po mendojmë njëherë për Kosovën. Po, që shja për... Po, e dim që shka mendojmë për Kosovën. Jo, një detajt vogël, që përse e kanë kap kretë, po du me përsërit. A e dini kërë prish publikisht Vjosa me Albinin? Mas i ka ndosë një dark me Emli Krasniqi me Albin Kurtin. Që aty për këto në alarmi e kuqja, sepse e ka interpretuar... Para Darkës ka qenë shumë e vrajshtë ndaj letrës që ka shku. Para Darkës ka qenë jetën, të më falë Azran... Cila letër? Letrën që ka pas për Këshillit të Evropës. E di farë data konë letra. Po, ama publikisht, edhe publikisht të konë shumë e vrajshtë. Darka sa konë, tyre, 2 projektit të më mëdhaj që ka pas qeveria.
ligjin për vetingun edhe për konfiskimin e pasurisë të pajisifikueshme, të dyja janë kon antikushtetuese. Për ma tepër njonit i ka dhënë edhe kritika Komisioni i Venecias. Jo, për shkelje kushtetuese kemi çfarë me folë. Se ka vogë sa Osmani. Asnjë fjalë vetme. Se jesh e ka miratuar në heshtje. Që i vjen, kjo se ka problem kur Se Darka e ka prish Kurtin me Vjosën? Se aty e ka pa Vjosën me Kurtin. Sepse ajo Dark për Vjosën o interpretue, nashë edhe me drejt, që kjo nuk është pjesë e një mandatit dytë. Nuk është më një koacionit e Kurtit. Prandaj kjo nisë prandaj shet parime, e përmes aty në parimeve, mi ja hap do dyrë tjera politike vetit. Vjosën, unë prapë jo thomë, nuk bon me marë seriozisht edhe kur ja qëllon, sepse o politikane që kret në karierën e vetë kam bjetu me pazare. Asni të fije parimi, asni krede morale për mu se ka presidentja. Po, me gjithë e kemi presidente, e kjo është një fatkeqësi që në ka Albin Kurti. Me shumë këqijave, ne ka bënë të presidente, që për mu është e pafalshme. Averti? Po qave thonë për Vjosën? Ka Ka arë në, do më thonë, kretë pozitat i ka majtë, une nuk e di një iniciativ Vjosës që e kujtoj. O arë në pushtet të e shashim thaqen, kjo ka qenë e linje se njëjtë Albin Kurtit në karshia shim thaqen. Se të është atë qëndrojnë që realisht ekziston një farloj tentative që presidentja po mundot me i bo bashk LDK-n me vetëvendosjen? Po sa ajo ka interesin e vetë personal, sa ajo veç me LDK-n menon që, jo menon, po që ekziston ajo veç me LDK-n më bëdhe njerë presidente. Ajo ka interesin e vetë personal. Edhe nëse arrin me marë që vetëvendosja Albin Kurti me propozu edhe njerë Vjosa Osmanin, edhe nëse LDK-ja heq nuk është në qeveri, LDK-ja kom ja bë votat Vjosa Osmanit. Këto nuk e besoj. E besoj jonë. Këto... Pala rrën që aty. Grupi Lumirit, po. Po nuk është tash, LDK-ja është pak... Më këty edhe njerë të edhe atëherë ka pas do po ja bënën, vala. Najtën që se votun, po najtën që aty kërumin e bënën. Për te i kësaj presidentja menaj që... Veç pak, më fali to. Në maj ka Që dy heri kanë ndërpren. Se ina e këqyra, në maj ka ndodhë edhe takimi i me Kurtin, edhe pasna ka arë qeshja e letrës. Do më thonë, njerë ka qenë takimi, ma ndaj letra. Okej. Unë, Vjosa më konë që ka të parimore, mos e jep një kompliment. Për te i kësaj menaj që krejt në këtë zëllamahi është vish një gjë e mirë që kjo po shkon drejt fundit të mandatit. Edhe na du të mjë gëzu kësoj date që kjo sa ma shpejt me i. Pa në ashta dhe fundi saj ka dhe një fillim tjetër. Unë shpresoj shumë edhe du me besu që kjo është fundi i saj përfundimisht në politikë. Pse, po me ndonë? I ka shkaktu shumë dëm të madhë, po mëne kur nale sheshe ekuivalencën në mes të Zotit Kurti dhe Vjosa Osmanit, nuk e din cili ka bot dëm ma shumë. Ja, Kurti ma shumë se... Jo. Ja ka majtë. Ka dal. Sepse në zgjedhjet e 2019-ës, LDK me kandidatën Vjosa Osmani u kanë për një deputet ma shumë vetëvendosja. Në momentin kur këta jënë bashku, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani e ka pru qitë 51% që ne edhe sot po e trajtojmë. A këtu po, këtu ka faj. Faj, mos të kapëm faj në veç në fund, po prej fillimit që shka rjedhë, dhe kjo i ka bot dëm të parikoperushëm këti veni.